A është vërtet se energjia negative, mësyshi, magjirat, hiqen duke u pastruar me kripin e Himalajës? Ky duhet të jetë ai i cili e fut kripin e Himalajës në Shqipëri. Ky besoj e ka sjell këtë muhabet. Me kripi i Himalajës largohen të gjitha. Nuk është e vërtet. Është e vërtet që përdorimi i kripës në ujin e kënduar ndikon mirë, po duhet të jetë ujë i kënduar, po jo kripi i Himalajës. Se ato që si kanë Himalajet, për shembull, çfarë duhet bëjnë? Që çdo lloj kripe, kripa e gurit është më e mira, po edhe kripa e zezë është shumë e mirë, e nëse nuk ka, çdo lloj kripe ka efekt, inshallah taala. Po nuk është dorë me një, si thot populli. Po ka efekt mirë, nëse përzihet me ujë të kënduar dhe uthull, për shkatrimin e magjive, mësyshit e tjerë. Siç e kemi përmend edhe herë të tjera.